Përshëndetje të gjithëve. Sot do përgatisim bukën e pashkve, të butë si pambuk, pa erza, por plot aromë portokalli. Ja sekreti i grave të Beratit për këtë ditë të shënuar. Filloj me përgatitjen e brumit. Në një tas fillojmë të shtojmë përbërësit. 2 vezë. Vazhdojmë të shtojmë një maj të lukës me krip. Sheqer mund t'i shtoni sa të dëshironi. Unë do t'i shtoj 2 deri në 3 lugë, jo më shumë. Shtoj një lugë të çajit me maja dhe këtyre përbërësve i bëjmë një përzierje. Shtojmë 300 ml qumësht, qumështi është i vakët. E përzim dhe shtojmë qumështin gradualisht. Ka marrë lëkurën e një portokalli, shtojmë diku tek 1 filxhan kafeje me vaj ulliri dhe pak nga pak fillojmë të shtojmë 500 grame miell. Do përgatitet një brum i butë, nuk ka nevojë të përzihet me dorë, por thjesht me një përzierës vezësh. Si e shikoni, brumi është i butë dhe i ngjitshëm. Do t'i vendosim kapakun dhe do t'a lëmë të pushojë për disa orë. Brumi jo vetëm me ka 2 fishuar sipërfaqen ose vëllimin, por e ka 3 fishuar. Me që brumi është i butë, vendosim miell poshtë. Shtojmë sasinë e brumit në suprim dhe sipër sërish do t'i vendosim miell. Do t'i bëjmë disa palosje dhe nëse na ngjisin duart, i shtojmë nga shumë pak miell. E palosim dhe më pas e hapim. Gjithë sipërfaqen do ta lyejmë me gjalp të mirë, është gjalp fshati, plot aromë. Gjalpi sigurisht që duhet jetë në temperaturë ambienti. E mbledhim rulon dhe sërish do ta vendosim në tas. E vendosim në tas sërish, e lëmë të pushojë për 2-3 orë të tjera, derisa të shikojmë që vëllimi është rritur, është mbushur tasi plot dhe brumi duket perfekt. Si e shikojmë këtu në tas ku e kemi, do t'i bëjmë 2-3 palosje. Sërish brumi ngjit, por me kujdes do ta hapim dhe do ta palosim. Sërish t'i vendosim kapakun dhe e lëmë të aktivizohet për 2-3 orë të tjera. Si e shikoni, kapaku mezi hapet. Është palosja e fundit që i bëjmë brumit. E vendosim në suprim duke shtuar pak miell. Edhe sipër pak miell dhe fillojmë ta palosim. E mblodhëm brumin, si e shikoni, brumi sërish është i butë, por jo i ngjitshëm. E ndam në 2 pjesë. E hapim në trajtën e një cilindri dhe do t'i bëjmë një gërshetim fare të thjeshtë. I lyejm pak me vaj që të mos ngjiten shumë. Ato do ngjiten, por që të kenë mundësi të shkëputen gjatë konsumimit. Nuk i bëra ndonjë model, thjesht i përzjeva në këtë mënyrë. Kam lyer një tavë me gjalp. Vendosëm edhe simbolin e pashkës vezën dhe e lëm të pushojmë vetëm 1 orë. Si e shikoni, tava është mbushur plot, direkt në pjekje për 30-40 minuta në 180 gradë. Është plot aromë kjo bukë, e butë si pambuk dhe pa i shtuar asnjë erëz tjetër brenda. E pra të dashur miq, kjo ishte receta e bukës së grave ortodokse beratse.
Provojeni këtë recetë dhe më thoni si u doli. Gëzuar Pashkët!